Përshëndetje, unë jam Malketa, jam aktiviste e shoqërisë civile. Sot jam këtu si përfaqësuese e Rjetit përballje ofertave politike, një grupim organizatash që monitorojnë punën e bashkive në territore të ndryshme në gjithë Shqipërinë. Atëherë, në kuadër të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale, grupimi ynë ka përgatitur një dokument politikash që do të kërkonim t'ja u paraqisnim deputetëve të këtij komisioni, por edhe deputetëve në përgjithësi. Disa prej rekomandimeve tona që kjo reformë duhet të adresojë janë si më poshtë. Reforma duhet të rikthejë afërsinë midis qytetarëve dhe qeverisjes vendore. Konsolidimi territorial ka rritur kapacitetet administrative në disa raste, por në disa zona të tjera, sidomos rurale dhe periferike, qytetarët ndihen më pak të përfaqësuar. Reforma duhet të rikthejë aftësinë midis mundësive që paraqiten për të bashkëpunuar, për të fuqizuar bashkëpunimin midis njësive administrative dhe qytetarëve. Duhet të gjendet një mekanizëm se si këta qytetarë që vinë nga njësitë më të vogla, që janë njësitë administrative, të përfaqësohen në bashkitë e mëdha, në bashkinë e madhe. Gjithashtu, reforma duhet të adresojë pabarazitë territoriale dhe sociale si prioritet politik. Ne evidentojmë diferenca shumë të mëdha të shpërndarjes së investimeve dhe në nivel të shërbimeve brenda të njëjtës njësi territoriale, njësi bashkiake. Këto pabarazi rrisin ndjesinë e marginalizimit dhe cënojnë besimin ndaj institucioneve, veçanërisht në komunitete periferike. Reforma duhet të vendosë mekanizma detyrues për shpërndarje të balancuar territoriale të investimeve në transparencë të plotë mbi alokimet dhe prioritizimin e bazuar në analiza të nevojave territoriale, sociale dhe gjinore. Së treti, cilësia dhe barazia në shërbime është tregues kryesor i suksesit. Nëse duam një reformë që të funksionojë, qytetarët e masin reformën nga shërbimet që marrin, sa të aksesueshme janë këto shërbime, sa cilësore dhe sa të barabarta. Për ne, mendojmë që reforma duhet të vendosë standarde minimale kombëtare për shërbimet vendore dhe për sisteme të rregullta për matjen e performancës dhe kënaqësisë së qytetarëve ndaj shërbimeve që marrin nga bashkitë e tyre, me të dhëna të ndara sipas territorit dhe kur është e mundur sipas grupeve të popullsisë. Planifikimi dhe financimi duhet të lidhen me performancën dhe barazinë në akses për shërbime. Transparenca dhe pjesëmarrja qytetare në vendimarrje ekziston në letër, ka ligje shumë të mira, por në realitet realizimi i saj mbetet ende hapa larg nga ato që kemi në ligje. Duhet përmirësuar ose duhen vendosur mekanizma të cilat e shtrëngojnë këtë. Dhe së fundmi, ndryshimet territoriale kërkojnë legjitimitet të fortë demokratik. Në ato raste, kur do të ndodhin ndryshime kufish midis bashkive të ndryshme, ku kërkohet realisht marrja e mendimit qytetar. Në vende ku disa bashki bashkohen, është shumë e rëndësishme që qytetarët të dëgjohen dhe të merret parasysh vendimi i tyre. Ju falenderoj. Ju faleminderit.